Të përmbytur 2 herë brenda këtij viti, banorët e Durrësit të ri kanë kërkuar në një protestë organizuar zgjidhje konkrete institucionale nga pushteti vendor për problematikat e tyre. Përmes një deklarate publike dhe një peticioni të firmosur nga rreth 800 banorë të kësaj zone, atë u drejtuan Bashkisë Durrësit me kërkesa konkrete, në mënyrë që dimrin e këtij viti, por dhe kapriçet e motit të mos përsërisin përmbytjen e radhës, njëkohësisht të kërkojnë dëmshpërblim financiar për familjet dhe bizneset e dëmtuara. Këta përmbytjet nuk është hera parë këto, se është ba vi kjo punë, po në parashi, ne po na merrua ligë me gjitha atributet që janë mundësit për me na nxjerr prej situatave. Këtu nuk shohim asgjë prej këtyne. Këtu vetëm shërtojnë zi, e ma zi çdo ditë si vjen. Për ma kesh, për ma nëshë kështu, nuk shifet kjo mundësi ka qetërisht asë në sistemin komunist. Pa pastërtia e kulmit bëhet kjo punë, duke mos përgatit hidrovort, në rregull, mjetet e pastrimit, edhe mushën krejtësisht me ujë. Vinë njerëzit e shofin, gjasme me punu, marrin rrogat, në fakt asnjë gjë s'bëhet. Po se do ka pasur ka 10 vjet as nuk ka pare. Vjen 2 gra këtu ato gjunafë zoti, 2 ferma, nuk kanë ferma për atë punë. Vjen makina thotë unë s'kam ç'i bëj. Ne nuk na myt natyra, na myt bashkia. U bë që 3 herë po myt me brenda vitit. E 3 herë bashkia, nuk ka se bie shiu, nuk ka shi i madh. Pra pusho shiu në orën 8, në orën 11:30 mytemi. Nuk punoj të dorëvar, ku mor vetë policia bashkiak nuk ma japin emrin. E fikin e telefonit, nuk punoj të vllai dorëvar, në kërkoj thotë kjo, mos punoj të dorëvar që në të borim tender. Përshëndetje të gjithëve. Kam 22 vjet që jetoj në këtë zonë. Sa herë që bie shi, ne flim me ëndra. Brenda këtij viti jemi mbytur 2 herë. Bashkia dhe qeveria do të japi një zgjidhje. Na premtuan për të zhdëmtuar, nuk na zhdëmtuan. Vetëm bëj letra kote, bën për zgjidhje letra prap. Duhet një zgjidhje se neve jemi në mjerim. Na shkojnë shtëpia, edhe orën ditë të tëra na shkojnë kot. Në takim u lexua dhe peticioni ku mes të tjereve u shfalosën dhe kërkesat që kanë ata ndaj bashkisë. 29 janar 2025, përmbytje të ngjashme shkaktuan pasoja të mëdha ekonomike në shtëpi, mobilje, automjete e familjet tona. Në 2 këto raste dhe në rastet të mëparshme, ne si banor nuk kemi marrë dëshpërblimet që na takojnë. Kjo pavarësisht aplikimeve dhe procedurave ligjore që kemi ndjekur për këtë problematik. Pavarësisht denoncimeve të përsëritura dhe kërkesave tona publike, deri më sot nuk kemi parë asnjë ndërhyrje konkrete dhe efektive nga institucionet përgjegjëse për të zgjidhur këtë situatë emergjente. Të gjithu shprehen me nota revoltuese për shqetësimet e krijuara pasi problemet që janë shkaktuar përbëjnë një kërcënim të drejtë për drejtë për jetën, shëndetin dhe të drejtat e tyre njerëzore.